Vendosen që mund barim në mësuesit gjecimin e shtetit nëntor të vitit 1997 spasin publikisht para popullit. Dhe derisa populli po jep të lamtumin me fundit mësuesit dëshmor, vëllezër dhe motra, nëna dhe baballar, të afërm të vllajt ton Halit Gecaj. Në emër të ushtrisë për shtirimin e Kosovës, u shprehim kushtimet më të sinqerta dhe ju njoftojmë se ndajmë dhimbjen me ju. Populli shqiptar në trojet e veta, këtu në Kosovën e robëruar në për vite e dekada, ka provuar mbi supet e veta shtypjen dhe dhunjen njerëzore nga pushteti sërb. Na u vranë, na u burgosën, e na u masakruan bijtë dhe bijat më të mira, popullit tonë. Një nga këto veprime të dhunës së terrorit sërb është edhe vrasja e mësuesit tonë të nderuar Halit Gecaj, si dhe vrasja barbare e Ismet Xhoçajt nga Desani. Vrasje, dhunë, diskriminime, terror shtriu mbi këtë popull poshtues i sërb. Ai vrau fëmijë të rinj, mësues në për shkolla, bujq në për ara, vrau e që nuk vrau. Po një ditë nga xhiri këtij populli, lindi ushtria shqiptare e Kosovës, si vetmja forcë serioze për realizimin e idealeve dhe aspiratave të popullit tonë për bashkimin tonë kombëtar. Në radhët e kësaj ushtrie radhitën bijtë dhe bijat më të mira popullit tonë, ata që jetën ja kushtuan lirisë. UÇK-ja ka 4 vite që u vu në balë luftës për shtirimin e Kosovës. Ka ndërmarrë disa aksione qeveritare kundër pushtuesve në përpika më të ndjeshme të tij dhe kundër bashkëpunëtorëve e të shqipfësve kolaboracionistëve. Grushti i drejtësisë, grushti i forcës, grushti i popullit të bie mbi ta, mbi cilin do që merr guximin të shkel idealet e shenjta të popullit tonë. Lufta jonë e shtrejt do zhvillohet deri në shtërim, deri në bashkimin tonë kombëtar. Një nga përpjekjet tona kundër armikut ishte edhe betejë para 2 ditëve në fshatrat e Drenicës. Aty armiku pati dëme të mëdha materiale, po edhe në njerëz. Prandaj u detyrua të tërheqoj kokë ulur. Në pamundësi të vihej përballë forcave tona, vrau njerëz të pafajshëm, shtiu mbi shtëpi dhe mbi shkolla. Vëllezër, në skenën tonë politike kanë dalë mjaft parti politike dhe shoqata të cilat flasin gjojase në emër të mbrojtjes së interesave të popullit. Disa prej tyre mundohen ta degradojnë luftën tonë të shejt me qëndrimet e tyre pacifiste. Atyre u themi mjaft. Mjaft se një ditë do t'ju mallkoj koha dhe historia. Gjaku i të rënve, le të na bëhet një urë që do të bashkoj të gjithë rreth ushtrisë shqiptare të Kosovës, të na bashkoj të gjithëve në luftën për shtirimin e Kosovës, se vetëm kështu trojet tona do ta shohin dritën e lirisë. Lavdi të rënve për liri. Lavdi.